Sot në këtë emision të mëngjesin, drejtorin e shkollës fillore Marko Nocullović në shtoi Dul Aslanin. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjes, një përshëndetje për të gjithë shiqëuesit e Ulqinit. Shfrytëzoj rastin t'ju uroj festat e fundvitit dhe vitin e ri të gjithëve qytetarëve të Ulqinit dhe Mëgjer. Gëzuar edhe juve festat e fundvitit dhe qoftë ky një vit i mbar për juve dhe për institucionin e juaj, pse jo. Faleminderit, gjithashtu gjitha të mirat për këtë dritare që shef qyteti vetveten, edhe me teknologji të reja, me mundësi hapësira të reja, e shumë gjëra të mira në qëllim që populli ta shohin vetveten, ta vërejnë realitetin, të shohin se çka është më e mira për qytetin. Me tregoni pak si do ta vlerësoni vitin 2025 që lam pas për shkollën e juaj, sa ishit produktiv dhe kjo shkollë sa i arriti ato qëllime që ka pasur? Po, mund të them, jemi pjesërisht të kënaqur sa i përket suksesit është krejt në rregull. Pastaj sa u përket aktiviteteve, procesit mësimore, gjitha është, mund të them, në një shkallë shumë të lartë. Kemi pas rezultate më të vërtet si çdo vit, edhe këtë vit vlen për të theksuar. Çka është më kryesorja që kemi pasur fituar edhe një projekt ekolaboratorien që për nga CEDIS-i, arsimtari informatikës ka aplikuar dhe bashkë me një grup nxënësish e kanë fituar dhe kanë me vazhdu punën në këtë vit, vazhdimësi të vitit shkollor. Kemi pasur edhe da arritje të tjera, duke da investime, mund të themi, të tjera, duke falenderuar komunën e Ulqinit, krye me kryetarin, zotëri Kencin, dhe sekretarët e sekretariateve. Është shtruar parkingu i shkollës, i cili me të vërtet ka pas shumë gropa dhe gjithmonë aty është krijuar vështirësi për të hyrë nxënësit edhe mësimdhënësit edhe për të parkiru ata automjetet e tyre. Pastaj gjithashtu komuna e Ulqinit na ka dhuruar këndin e lojnave bashku me bashkinë lokale të shtojit, çka është një kënaqësi shumë e madhe sepse nxënësit tonë kanë mundësi të arktohen si të gjithë mbështetarët e tyre të qytetit tonë në oborrin e shkollës. Vlen për të mendur që presim edhe një përmirësim në ndërhyrje të një toaleti për nxënësa. Kjo mbetet të shohim se ende nuk është bën realitet, shpresojmë që të jetë edhe kjo një ndër vazhdimësitë të tyre projekteve. Vlen të përmendim dhe nuk mund ta shkapërcejmë pa përmendur vështirësitë. Do thonë kemi hapësira të pamjaftueshme, nuk kemi sallë për edukimin fizik, nuk kemi as zyra për udhëheqësit e shkollës, dhe mund të them që janë da gjëra që janë prioritare për këtë situacion. Cilat janë ato veçori dhe ato që pritet ti përmbushni në këtë vit të ri që kemi hyrë në vitin 2026, si ashtu nga nxënësit, por edhe mësimdhënësit e kësaj shkolle? Nga nxënësit dhe mësimdhënësit, pasi që kishte një përqindje, nga ato që kishin sukses negativ në këtë gjysmëvjetor, parsore është që ato të kapërcehen, nxënësit bashkërisht me mësimdhënësit e tyre, në mësimin plotësues, që është edhe i domosdoshëm, por ndoshta arsimtarët janë të përgatitur që me ata nxënës të punojnë, edhe jo vetë aq sa është të paraqur me një orë në javë me ligj, por ndoshta edhe më shumë, vetëm që në fund të jetë i tërë suksesi pozitiv. A parashikohet ndoshta edhe ndonjë risi apo projekte të reja këtë vit që do të ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e mësimdhënies dhe jetën shkollore? Mund t'ju them që të gjitha ata që vinë nga Ministria e Arsimit, nga OJC-t dhe nga projektet e EU-s, Unionit Evropian, ne aplikojmë. Tash nga një herë ndoshta edhe nuk kemi sukses, por në shumicën e rasteve jemi qenë të suksesshëm dhe
do shohim, do ja lëm kohës dhe jeni të pare që do ta merrni vesh. Shkolla juaj ka pasur aktivitete të ndryshme. Ndoshta mund të them edhe njëra ndër to njihet nga të gjitha institucionet, ndoshta por edhe nga vetë komuna e Ulqenit për ditën botërore të ushqimit. Ju jeni të parët ndoshta edhe që e keni realizuar dhe e keni nxjerrë në pah këtë ditë botërore të ushqimit me aktivitetin e juaj. Sa është kjo e rëndësishme dhe a mendoni që diçka e tillë duhet të bëhet çdo vit? Shikoni, është një datë e shënuar në kalendarin botëror. Aty kjo datë është shumë e rëndësishme për mua edhe për institucionin tim. Arsyeja se këto është të nxirret në pa ajo çka mund të bëhet bashkarisht për ato që nuk kanë të varfrit. Zakonisht një pjesë e lindjes së afërme, lindjes së mesme, komplet Afrika pothuajse, pastaj një pjesë edhe e Anglo-Amerikës dhe ka shumë vende të cilat edhe disa vende tjera aziatike që nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Ajo ka qëllimin e vet shumë të madh humanitar dhe ne kemi provuar se sa mund të jemi të përgatitur ne, pavarësisht se ne nuk mundemi të ata ushqime, ata gjitha ata gjana të përcjellim në atë vend, po më rëndësishme që mu kujtu që është edhe data për atë. Domethënë ka njerëz që mendojnë edhe për atë. Dhe po sikurse të veprohet në të gjitha institucionet dhe ndoshta me një ndryshim të tjetër, në vend të asaj që diçka që është e gatshme dhe kështu të qyret diçka të konservuar ose ku ta diun, të grumbullohen një pikë dhe të çohen në destinacionet e duhura, do ishte shumë me vlerë. Megjithatë, edhe kjo në këtë formë se si ne e kemi organizuar, e ka vlerën e vet, sepse përveç asaj shkollore, jemi dëgjuar në tërë qytetin, në komunën e Ulqinit, në të gjitha institucionet që me të vërtet kjo datë po shënohet diku. Sa janë ndoshta edhe nxënësit të interesuar, le të ndalemi këtu pak edhe tek këto garat shtetërore, edhe do të ketë këtë vit që keni planifikuar diçka? Nxënësit kemi si mjet nga gjuha angleze dy nxënës në vërtet, që do marrin pjesë nga gjuha angleze në gara shtetërore. Do flasim më vonë edhe për rezultatet e tyre, besoj në ato emisionet e ardhshme, në takimet e ardhshme. Patjetër. Dhe shpresojmë të dahemi faqebardh, pothuajse si çdo herë, jemi datë të kënaqur kur është puna në gara. Thjesht unë e përdori nganjëherë një shprehje që ne nuk mendojmë fare për fitore, sepse atë kemi në xhep, po. Thjesht rëndësi është të marrësh pjesë. Më tregoni sa është e rëndësishme ndoshta dhe bashkëpunimi me shkollat e tjera dhe keni ju bashkëpunimi me shkolla dhe institucione? Po mund të them që kam një bashkëpunim shumë mirë me të gjitha shkollat e qytetit. Ndoshta në veçanti me Mashalltiton se edhe familjarisht nxënësit edhe janë të lidhur ndoshta me këta që të në Mashalltito, edhe dëshirojnë edhe ekskursionet me zhvillu së bashku, edhe maturën së bashku, edhe këtë pazarin e vitit të ri po, ju kemi parë së disa bashku, herë, po. kështu që është një kënaqësi. Edhe adesi, ne financohemi nga një çati. Edhe ja vlerë edhe duhet, edhe është e domosdoshme që të bashkunojmë. Është edhe për të mirën tonë, qytetit, edhe për të mirën e të gjithëve. Ju si drejtori i kësaj shkolle, si e vlerësoni të gjithë këtë bashkëpunim, të gjitha këto gjëra që bëni së bashku me nxënësit, me mësimdhënësit gjatë gjithë këtij viti? Shiko, tashti është një shprehje popullore që thos s'ka mal pa ujë. Ndoshta gjithë dikush që nuk do të kuptojë ose ku ta diën për momentin, harrojmë lan ata problemet të shtëpia. Por në përgjithësi jam shumë i kënaqur. Përgjithësi tham shumicën, për 90%,
dhe pavarësisht se në kohën e fundit kemi pasur edhe ndryshime në kuadro një tjetrën, se mosha ban vete, njerëzit kanë shkuar në penzion dhe tashti këto të rit janë ende pa u hyrë në ta binaret të shinat e duhura, o ndoshta nuk e kanë ende të fillesën e kanë ashtu e kanë marrë një çik s'di si të them kështu si të gashme nga tjerët. A thjesht ato secili nga ne do të me pas qartë si nëse ke një diplom ose nëse ke përfunduar një shkollë, nuk i kivu pikate, mësohet të rjetës, ndryshimet janë të mirë së ardhura, në shumë vendet të botës, edhe të neshte për apame edhe me liqë, që ta kemi edhe planin tonë personal për një vit shkollor, bam në shumë dishka të paktën të vetë vetja, nësa dhe zja tjetër të paktën dërshkrimin. Dhe për atë, e thamë, shpesh herë ndoshta bëhem edhe monoton, duke ju përsërit gjërat që për të vërtet duhet, se jemi të paguar për të nxënës, dhe aty shihet e ardhmja e qytetit tonë nga përgatitja e atyre nxënësve. Shumë e vërtet. Pushimi dimëror i nxënësve është duke i ardhur fundi. Dhe si ishte ky pushim dimëror për ta dhe ndoshta ju si drejtor keni qenë më tepër të angazhuar edhe në këtë pushim në shkollë? Mund të them që për ta ndoshta nuk ka qenë diçka kënaqshme, sepse moti nuk u ka leju disa gjëra, për shembull ata që kanë dashur të shkojnë ndoshta në veri, bura nisi të vonë, pastaj këta zakonisht në atë pjesë ku gjithë shkolla jonë nga këto reshje ka pas shumë edhe si të themi përmbytje lokale, edhe secili prej tyre kanë qenë ndoshta të angazhuar në një segment krejt tjetër, në vend që me shku për shkakun që këta pushime me shfrytëzu maksimalisht. Këtë them nga ajo që shahonin në përgjithësi. Ndërsa mësimdhënësit, si i kanë aktivitetet e tyre me përjashtim të atyre 2 ditëve të ri, vitit të ri, edhe sot edhe dje këto festat të tjera për ditë me ditartë, me amzat, me ato përfundimin e proces verbaleve në përditar, e tjera, me punë të përditshme, zakonisht sidomos tash në vizitor, edhe shtohen me 15 kam edhe mbledhjen e këshillit arsimtarëve, se të klasëve kemi mbajtur, pastaj aty vinë me i printu të gjitha ato suksesin e nxënësve për këtë vizitor. Shpërndarja do të bëhet ditën e parë nxënësve, mi u quë atë sukses prindërve, mi në nënshkru. Dhe java në vijim pejthanen, mund të thëmë se për mësimdhënës është mësim i rregullt, për ditë shkollë. Ne ju urojmë shumë suksese, që edhe ky vit të jetë një vit me suksese, dhe faleminderit edhe njëherë që zgjodhët kohën të ishit në emisionin e mëngjesit ditëve. Ishte kënaqësi. Koha për ju nuk është e humbur, përkundrazi është koha e fituar. Faleminderit. Ju urojmë suksese.